Kjo është nga lagjet ku jetojnë shumë Ndodhemi pikërisht në zonën e qendrës së qytetit Ave Maria, nga qytetet më të rinj në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Zona ku shtrihet ky qytet është në Collier County, Florida. Para projektit ajo ishte kryesisht një tokë bujqësore, fusha ku bëheshin prodhime të ndryshme bujqësore. Në vitin 2005 fillon zyrtarisht ndërtimi i kampusit të përhershëm, plus komunitetit rezidencial, pra banesat që do të jetonin njerëzit. Në vitin 2007, bizneset e para fillojnë të hapen në komunitet. Kampusi i përhershëm hapet premësi. Rëndësia e këtij qyteti të ri është një komunitet i planifikuar nga fillimi për të jetuar dhe për të krijuar kulturën e vet, ndryshe nga shumë zhvillime spontane. Ky u konceptua me një vizion banimi, universitet dhe bashkësi me fond të përbashkët vlerësh. Ja ku ndodhemi përballë kishës që quhet Ave Maria. Ave Maria, olhai por nós, os namorados, iluminai com vossa luz nossos amores. Se somos nós, hoje ou depois, mais pecadores, por nós rogai e o nosso amor perdoar. Ave Maria ndodhet rreth 30 minuta larg në lindje të Naplesit, në jug perëndim të Floridës. Është një komunitet i qetë, modern dhe me dizajn urban të planifikuar që kombinon arkitekturën mezetare me ndjenjën e qyteteve të vogla tradicionale amerikane. Në zemër të qytetit ndodhet kisha madhështore që dominon horizontin me stil gotik modern. Përreth saj gjenden kafenet, restorantet, librarit dhe dyqanet, struktura e cilave shumë prej tyre janë të frymëzuara nga kultura mesdhetare. Atmosfera është paqësore, me shëtitore, hapësira për biçikleta dhe evente komunitare në çdo fund të javë. Pranë qendrës ndodhet Universiteti Ave Maria. Është themeluar në vitin 2003 nga Tom Manahen, me orientim të fortë katolik dhe programe në filozofi me shkencë humane e biologji. Kampusi është i bukur me ndërtesa në stilin toskan dhe mjediset e gjelbra për studentët. Është një projekt përmes të cilit studentët angazhohen në shërbime humanitare në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe jashtë saj. Në vitin 2013, urdhri Missionaries of Charity, misionarët e bamirësisë, themeluar nga Mother Teresa, dha lejen zyrtare vetëm për Universitetin Ave Maria.
që të krijonte një projekt të plot nën emrin e Nën Terezës. Synimi ishte të ruaj fryma e shërbimit ndaj më të varfërve, përmes edukimit dhe veprimit praktik. Të frymëzojmë brezin e ri amerikan që të ndjek gjurmët e Shën Terezës së Kalkutës përmes dashurisë, shërbimit dhe popullsisë. Prandaj vjen në re veprimtari kryesore të shërbimit vullnetar lokal. Studentët ndihmojnë në azile, në qendra për të pastrehët dhe shkolla lokale në Collier County, misione ndërkombëtare në grupet e studentëve, të cilët udhtojnë çdo vit në vende si në Meksik, në Ekuador, Peru dhe në Dominikan për të ndihmuar komunitetet e varfëra. Edukimi dhe frymëzimi është kryesisht me leksione dhe konferenca me ngjarje për jetën dhe mësimet e Nën Terezës. Frymëzon studentët më nga afër nga veprimtaria e Nën Terezës. Le të shikojmë konkretisht të muze. Muzeu është në zemër të Universitetit Ave Maria. Qindra studentë kanë marrë pjesë në programe të shërbimit dhe janë bërë pika qendrore e identitetit shpirtëror të Ave Marias në universitet. Të frymëzuar pikërisht nga veprimtaria e Nën Terezës, të cilën ata e shikojnë të pasqyruar shumë qartë, shumë mirë në muzeun e ngritur për Nën Terezën në zemër të këtij universiteti. Ku jetojnë shumë